Sektori për parandalim, pranë sektorit për punë të menaxhmentit tetov, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Gostivarit, ka nisur fushata në vit të lumtur dhe të sigurt në shoqëri familjare dhe miqësore, me qëllim të ngritjes së vetdijes qytetare për rreziqet dhe pasojat nga përdorimi i mjeteve piroteknike gjatë festave të fundvitit. Në kuadër të kësaj fushate, në sheshin e qytetit të Gostivarit, u realizua një ushtrim simulues, përmes të cilit qytetarët, veçanërisht fëmijët dhe prindërit e tyre, u informuan mbi pasojat e përdorimit të fishekzjareve dhe mjeteve të tjera piroteknike, si dhe për mënyrën e dhënies së ndihmës së parë në rast lëndimesh. Qëllimi kryesor i këtij simulimi ishte dërgimi një apeli të qartë te prindërit që të bisedojnë dhe të edukojnë fëmijët e tyre mbi rreziqet serioze që sjell përdorimi i mjeteve piroteknike. Kryetari i Kryqit të Kuq në Gostivar, Besnik Zeqiri, theksoi se mjetet piroteknike mund të shkaktojnë lëndime të rënda, veçanërisht në gjymtyr, duar dhe fytyr, duke bërë thirrje që ato të mos përdoren fare. Festat e fundvitit janë festa në të cilat ne duhet të gëzohemi, të jemi me familjarët, po jo festat e fundvitit i kalojmë në spital apo të marrim rrugën në institucione tjera shëndetësore ku do duhet pastaj të bëhet mjekimi i plagëve të marra nga mjetet piroteknike. Do thonë, me një fjalë është një apel qytetarëve të Gostivarit, po edhe më gjerë, festat t'i festoni me familjet, me fëmijët, po pa mjete piroteknike, sepse ata vetëm mund të shkaktojnë dhimbje dhe siç them të mbarojmë në spitale, jo atje ku duhet në shtëpitë tona apo me familjarët tonë të kalojmë festën e fundvitit. Ai shtoi se si mjek çdo vit gjatë natës së ndërimit të motmoteve në urgjencën e Gostivarit, paraqiten mesatarisht rreth 3 fëmijë me lëndime të shkaktuara nga mjetet piroteknike. Gati çdo fundvit për fat të keq ka të lënduar dhe po së gjithmonë janë fëmijët, ata më të vegjëlit, sepse nga këta që themi nuk bëhet apeli duhur ose edhe prindrit nuk janë shumë të kujdesshëm, prandaj apeli është më tepër te prindrit të shohin se çfarë blejnë fëmijët e tyre dhe t'u ndalohet. Domethënë sepse për fat ke sistem çdo fundvit kemi 2 ose 3, janë shumë, po prap 2-3 veta apo fëmijë janë me lëndime serioze, me djegje në për ekstremitete në duar, po ka pasur edhe fëmijë të cilët janë lënduar në fytyrë, që janë lëndime më të mëdha dhe duhet shumë kohë për të rehabilituar apo për të rikthyer lëkura e fytyrës në gjendjen e mëparshme. Nga ana tjetër, kryeshefja e sektorit për preventiv pranë sektorit për punë të menaxhmentit tetov, Edita Xhemaili, u bëri apel prindërve dhe fëmijëve që qëndrojnë sa më larg mjeteve piroteknike nëse dëshirojnë festa të qeta dhe të lumtura. Po bëhet një simulim për të çuar një mesazh deri tek fëmijët, deri tek nxënësit e shkollave, qoftë fillore, qoftë edhe të mesme, po edhe të rriturve, që të ketë, që mos të arrin deri te fatkeqësitë që ndodhin dhe mos bëhet përdorimi apo keq përdorimi i lëndave piroteknike. Kështu që edhe një herë falenderojm të veçantë deri te Kryqi i Kuq për bashkëpunimin dhe do vazhdojmë edhe më tutje edhe deri tek juve media që çdo herë na ndjekni për të çu edhe më lart vetdia tek fëmijët edhe siç thash edhe të rriturit në këto festat që na vijojnë. Në ushtrimin simulues morën pjesë dhe ekipet e ndihmës së shpejtë të Gostivarit, ndërsa realizimi u bë nga vullnetarët e Kryqit të Kuq. Sekretarja e Kryqit të Kuq në Gostivar, Merita Lili, deklaroi se synimi kryesor i këtij aktiviteti është mbrojtja e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Ndryshe, sipas ligjit, gjobat për organizimin e shpërthimeve të mjeteve piroteknike në vende publike variojnë nga 100 deri në 250 euro, ndërsa për shitjet e paautorizuar, gjobat shkojnë deri në 10.000 euro.